keni durim. Keni durim. Sepse urdhoni. Ja, e shef që ata njoftojnë për para gazetarët se sa të njoftojnë mua. Do rikë tani juve? Jo, Berisha do shkojnë SPAK për 1 janari. Dëgjo. Është një temë ka kaq vjet. Sali Berisha po të ishe në një shtet demokratik në Evropë ose në Amerikë, do kishe burg të përjetshëm. Jo njerë për 4-5 herë. Jo vetëm për 1 janari, thonë ju, po edhe për bëma të tjera. Jo, themi edhe, po t'ja punë, e para. Firma piramidale, që u gjvesh populli pjellë vjeku lekun. Edhe dele atje dhe thot që leku është i pastër. E në fshatarët e shket nuk lanë bakti, lope, gomare, pasuri, mere, shit, edhe e ka të ndisit të vëndë, edhe heri puna, gjithë pasurie popullit që këtë shkorat. Kjo është e një? Një, e dyta. Vim të kë hodhi ra shteti brenda minutit. Mori Veriun e hodhi në kundërveprim kundra jugut, dhe në 97-a beri atë që sot e vojnë edhe sot. Pra ti po thua që Berisha bëri këndasim Veriu? Pa ishe president, a ishe kryeministër. 2. Kush fitoi më shumë në ato, Veriu apo ju? Kush fitoi më shumë në ato? Pra kush ishte më i fuqishëm, Veriu apo ju? Jo, këtu nuk ka fitim. Këtu e pësoj populli. Nuk ka fitim atë. Këtu nuk ka, këtu beri për qarjen. Të përqaj unë popullin, unë jam në jugu, edhe të urrej unë Veriun, nemi shqiptar. 2. E treta, erdi problemi i 20 janarit, mund të protestoj, mund të bëj, por të rri unë atje për teja, ose ti me mua, edhe të hapet zjarë. Unë e di si hapet e kush e jep urdhëri. Aje ka thënë vetë tani, aje u shpreh tha që është krim shtetëror, po pa dashje. Ku ka krim shtetëror pa dashje këtu më burë? Ti ke vrarë 4 veta në trotuar. Edhe lënë ata, pse pikërisht të vej në organet më të lartat evropiane edhe ta përcaktoj që është krim shtetëror, e mos ta përcaktoj gjykata dhe prokuroria shqiptare? Pse ndodh? Kjo ndodh sepse janë servilat, janë të paaftit, lere këtë e shë, edhe mbroj mua, që unë ka bërë krim, edhe lena të kështë të pa. Teza e ish-kryeministit ose Berishës është që thot, unë thjesht e bëra këtë përmbrojtje, por fajtori thot ai është opozita e asaj kohe që mblodhi popullin shesh. Zotëri, unë do protestoj. Ka drejtë të time, ma jep ligje të protestoj. Ti s'kem që të mbash snajper, aja tha shprehu vetë. Një snajper e kisha lartë të ratë, një kisha të dera, një kisha këtë, orë të lutem shumë kush i vrau. Ti e kryeministër, lutë basha ka qenë ministri brendshëm, kush e tha urdhëri? Të dali, kush e tha urdhëri? Të vrasu ty duke ndaj me mua në bulevard? Ja, ka niku 4 jetë njerëzish. Qajnë fëmijët për baban. E kuptoni? Në sa e shifni ju situatën në vend. A mendo se do ketë një tritje shile në fund tunelit? Pra, mund të zbardhet kjo ngjarje? Kjo SPAK-u të shkoj edhe zbardhet, jo ka mundësi, ka shumë mundësi. Pavarësisht harrohet, por nuk kalon koha, por nuk harrohet. Gjaku nuk... ata SPAK-u unë kam besim të SPAK-u që do të shkoj deri fund edhe të verë për para përgjegjësisë kush do qoftë. Edhe unë t'jen. Qofse unë kam dhe në urdhër, kam bërë këtë të vete atje ku e meritoj.
aty ku e meritoi. E kupton? Sepse ka vrarë njerëzit. U bën gati 13 vjet e Spaku ende nuk ka një përgjigje të saktë. Ajo është Çfarë bën peng Spakun që t'japi vend? Asgjë se banë. Është që ke vështirë sepse do t'i kaloj nga aja që të vete zheja. Domethënë rrjedhë të zgjerit përgjegjësitë e secilit. Kush mban përgjegjësi? Kush ato? Një për një. Një vetë të vetë edhe secili të marrë atë që meriton. Unë për këtë edhe unë ti tjerë të vesh ti atë me mua, të shkojmë kaloj rrugë, të marr plumbi, të më vrasit. Nuk ka fal. Kështu është. Qofsh mirë je gjithmonë gjigant. Ju jeni të mrekullueshëm. Tani unë ku do ta shikoj këtë emision? Do dali tek Shqeto. Në YouTube, ti lëshon Perla. Kur do. Për këtë çështje, Sali Berisha ka bërë deklarat në darkën e asaj nate. Nuk është thirrur asnjëherë, as dhe një herë të vetme. Përkundrazi, kanë biseduar me mua të huaj, zyrtar të lartë të ndryshëm, dhe nuk ka thirrë prokuria e shtetit. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Sepse ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit, dhe se ka deklarata të vendeve më të fuqishme të planetit se Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Pra, agjenda e dhunës, dhe cili do që e hap, në sekuencat më minimale, shef aty Mira Gur, duke vërshuar drejt mbrojtësve të ndërtesës, shef Pluma në dritaret të ndërtesës, Vrima Plumash, shef Xhama Thyr në Gur, shef automjetët që duan të thyjnë derën. Pra, kjo ishte një protesta më e dhunshme që ka njohur vendi dhe ka një përcaktim ndërkombëtar që Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar këtë ngjarje si krim shtetëror. Në rast se do isha thirrur. Çfarë është kjo ngjarje për Sali Berisha? Në rast se tani shikoj, lutem një minutë tani. Në rast se do isha thirrur, absolutisht do kisha shkuar sa herë isha thirrur. Por nuk jam unë, janë ata që s'më kanë thirrur mua. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar 21 janarin si një vrasje shtetërore e pazbardhur. Çfarë është kjo ngjarje për Strasburgu, gjykata europiane për drejtat e njerëzit? Po, ti më fal me që ndjek këtë punë, a mos e ka konsideruar Sali Berisha vrasje shtetërore? Jo, mos e ka thënë Sali Berisha i pari para Strasburgut. Jo, një minutë. Jo, shiko, do të jesh për të qenë konsekuente me veten tënde. Jam unë që e kam jam unë i pari që e kam konsideruar, që e kam quajtur pasi, po që hym në këtë pikë, pasi një herë u tha se ishte nga afër, u bë ekspertiza, tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh, edhe nga kirurgët, edhe kirurgu ka mbrojtë edhe 2 vite për para atë ekspertizë. Por, ekspertiza tjetë të tregoj se ato nuk ishim ta nga afër. Dhe unë bazuar në atë, e kam quajtur vrasje shtetërore. Që në fakt nuk zbatuar të urdhrat e prokurores së përgjithshme për ndalimin e Prit, ajo është gënjeshtër që thotë, ajo gënjeshtër, ato më djekesh ti. Jo, është deklaratë zyrtare, ka pas ndërmjetësim aty, ka pas një ambasador që ka ndërmjetësuar në çdo gjë. Kur do? Një minutë tani se po më bëni shumë pyetje. Anila, një sekond tani. Por serverat e kryeministrisë ka me klinike të cilat u fshin. Pse u fshin? Ke ndonjë koment për këtë? Kush? Nuk kam asnjë ndjenjë për këtë. Kryeministria nuk ka patur si kryeministri asnjë lloj serveri për vëzhgimin, në qoftë se Garda ka patur serverin aty, është punë tjetër. Garda në kryeministri, në presidencë,
në ministri kudo ka një zyrë. Ka një zyrë të vetën, sepse ata kanë përsipër siguri. Çfarë mbajnë aty është punë e tyre, s'është punë e tjerëve. Nga ta ke mund tjeni, të besoj unë çfarë ka ndodhur është hetur. Është jetim i plot, i bërë vite dhe ka dënime përkatëse. Kështu që unë nuk jam thirrur asnjëherë, sepse edhe unë do t'jap çfarë di unë, pa diskutim. Ajo njoftuan sot për të paraqitur për 21 janarin pyetja e parë, pyetja e dytë. Cilat janë adresat ku SPAK mund t'ju njoftoj, sepse jeni personazh dhe funksionar publik dhe për këtë arsye nuk cënohet privatësia, t'i bëni të ditura. Dhe e treta, ju kanë informuar avokatët se ju mund të rrezikoni sipas ligjit të shoqëroni forcërisht për 21 janarin në rast se refuzoni sërish. Tani këto pjesën e fundit duhet ta mbash vetë sepse unë nuk kam refuzuar. Pjesën e parë, unë kam një adresë dhe këta mburren për adresat. E vërteta është që në atë adresë kanë ardhur gjitha njoftimet. Ka një adresë, apartamenti im ka një derë, ka një hyrje, ka një adresë. Dhe çdo gjë që ka ardhur aty është firmos, është pranuar. Kjo është një. E dyta, kam një zyrë. Kam një zyrë si kryetari i Partisë Demokratike. Në qoftë se në kush për sjell njoftim pa emër, po shkruan aty Partisë Demokratike, sigurisht ajo nuk është. Ju po thoni që mund të ketë ardhur ftesa në emër të Partisë Demokratike dhe jo në emrin tuaj? Unë nuk po them atë çfarë kanë thënë zyrtarët e Partisë Demokratike, unë s'kam pa asgjë. Dhe sot a ju dhanë një Tani, këto njerë, asgjë s'kam pa. Po të kisha pa, unë vi çdo 2 javë, pse nuk do vijau. Apo në fakt, ata që s'kan ftuar mua kanë pas një hall. Por tani, në këtë jetim me ftuar dhe unë absolutisht do vi të dëshmoj gjithë çka unë di. Çfarë date ju lanë sot? Ju ftuan, ju vënë ndjeni për në cilën vi do? Këtë do ta mësoni. Keni durim